Gani Geci, babai i deputetes së Lidhjes Demokratike të Kosovës, Marigona Geci, ka thënë se nuk do të ketë një vot për koalicionin me Partinë Demokratike të Kosovës. Ai tha se këtë ja ka bërë të qartë edhe Agim Bahtirit, deputeti të Lëvizjes Vetëvendosje, me të cilin u takua të martën pas dështimit të seancës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Në një koment në rrjetin social Facebook, Geci thotë se me Bahtirin u takua rastësisht në qendër të Prishtinës dhe përfundua në kafe. Më ka taku në rrugë, më ka thënë apo don me ta qit një kafe, dhe i thash po ku të duash. Edhe që aty ishin edhe Bajqinovci edhe një tjetër deputet, edhe atyre ju fola. Unë nuk jam burr me i thanë jo dikujt kur më thot hajde ta qes një kafe, ka shkruar ai në koment. Më tej, Geci shton se Agim Bahtiri ka qenë disa herë në kullën e tij dhe nuk ka arsye për t'i shmangur atij. Agim Bahtiri me 10-13 herë u ka në kullën tonë, tash me ik si gratë e këqija kur të thërret dikush në derë. Geci paralajmëroi se nuk do të ketë vot nga vajza e tij për koalicionin midis LDK-s dhe PDK-s. Krejt ato që janë publike ja kam thënë edhe atij, edhe Bajqinovcit, edhe disa të tjerëve të Lëvizjes Vetëvendosje, kurrë nuk ka vot për PDK-n prej meje, po u kam tregu dhe disa letra që kërkonte me ja tregu, që edhe këta janë një brum i njëjtë me PDK-n, përfundoi ai. Ndërkohë në një tjetër postim për krah vajzës së tij deputete, Gani Geci shkruan se të kesh babaj në krah dhe këshilltar, një njeri me përvojë 35 vjeçare në politikën e Kosovës dhe herë në luftë me Serbinë e herë me kriminalët shqiptar, është një bekim i madh. Kur Zoti është me ty gjithçka bëhet e mundur, të dashur miq, kur njeriu qëndron i pathuajshëm në qëndrimet e tij, nuk ka forcë që mund ta ndal. Falenderoj Zotin që më dha forcën të qëndroj pa lëkundur dhe gjithmonë transparent përpara popullit të Republikës së Kosovës. Ata që nuk qëndrojnë pas fjalëve të tyre janë të destinuar të dështojnë, shkruan Geci në një mesazh të koduar për të gjitha ngjarjet politike që po ndodhin në Kosovë javët e fundit.